Shumë knaqësi e madhe t'jem sot. Po, faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë me na nderuar, me respektu se edhe ti ke dy makina jashtëzakonisht të bukura. Edhe unë ndoshta nuk është e tepër nëse doni mu bashkangjitë në ndarjen e shpërblimeve, mu këtu e kemi edhe makina më e vjetër, Fordi vitin 1953. Kjo është më vjetër. Hajde të shkojmë pak te makina më e vjetër, të lutem. Kjo është makina më e vjetër. Çfarë viti është kjo e hat, mund ta shpjegosh hajde pak? Te vitit 1923. Gazmen Sylej, ku kemi gazin? Gazmen Sylej nga Deçani. Ku e kena gazin? Ku është gazi? Tash është gazi. Ka shku gazi më marr. Ky është më i vjetër, domethënë në këtë aktivitet. Gazi e pas ka sigurt gazi çmimi. Po e ka sigurt, sigurisht se nuk ka automat më të vjetër, domethënë kjo është një vlerë jashtëzakonisht mirë edhe falenderojmë që erdhë me na respektu sepse ka shumë interes për këtë automat që është mbi një shekull. Okej, mbi një shekull, tamam mbi një shekull. Shumë interesant. Makinë mbi një shekull, 100 e ca vjeç. Tash vetëm gazin me bujtën e gjetë me ditë se si e man, ku është gazi vëlla? Hajde gaz Deçani, po shbesen, hajde qerë. Gazi dorë. Edhe gazi po si Fordi. Gaz. Po që le dim tu. Gaz, hajde këtu se edhe ti sigur Fordi tu hez, avash. Gaz Sylej. Prej Deçani. Po. Hajde më trego pak për trashëgiminë e këtij makine. Ke ble vetë apo? Po, jo, vllave ka marrë në Amerikë atje. Vllave ka marrë. Po, para sa kohë e ka marrë? Para një viti. Para një viti e ka marrë. Tash ti e ke sjell vetë tu ke depozita po, kemi ngarkuar kamion. Jo, kemi ngarkuar atje, kemi promo transfer prej atje. Okej. Prej Amerikë po, flas prej Deçani. Prej Deçani po. Me kamion. Me transfer. Okej. Vetë kështu hec kjo punon me është Po, po, në gjenet mirë teknike, hec, po, më ngadalshme. Më ngadal, po, absolutisht. Kot me të pyet. Se çmimin e parë pas ke fituar sot domethënë. Nuk e di, halo. Ja, po ta themun publikisht. Faleminderit. Kështu me sa shofën. Jo, unë besoj se ti e ke marrë çmimin e parë se është makinë 100 e sa i bjen. 103 vjet, gati 3 vjet. 103 vjeçare, kështu që takon me pas. Faleminderit. Shërbimet ku ja bën? Po nuk ka pas nevojë shërbime, ne kemi marrë në këtë gjendje kështu, trujtën e kemi marrë, trujtën pe mbajmë, nuk ka pas nevojë në servis të madh mi bë. A punon funksion? Gjithçka është me pjesë vetë origjinale të veta. Kot me të pyet gaz, në shqiptar kena marrë me ditë sa e ke rrogën. Po rrogën s'po të pyetje, sa e keni ble? Mos nuk kisha thonë me çmimin sa kemi ble. Mos më thuaj fiks. Nuk është edhe transporti ato. Mbi sa ose nën sa. Domethënë mos i thuaj shifrën e saktë. 20 deri në 30 aty sillet. 20 deri në 30.000 euro. Po. Realisht ja vlen, po. Ja vlen jo, ja vlen qefi, ja vlen dëshira, ja vlen prezantimi. Po, absolutisht. Gjitha. Bukur. Shumë faleminderit, suksese. Hajde, respekt. Faleminderit. Makina 102 vjeçare, tu dash me munsh 103 vjet vllaçko. Sheve çfarë makina. Ku je kameraman? Sheve çfarë makina. Sheve sa e bukur, interesant. Sigur ato zizat e kohës partisë dikur që kanë qenë. Shiko pas ka pasqyrën brenda. E mbajtur e mirë. 102 vjeç, o vlla, 102 vjeç makinë. Edhe më duket që ka, nuk e di, a është auto... Gaz! A është automat apo është manuale? Manual, po 102 vjeçare. Hajde e futu pak, lutem vëdheze pak. Në qofë se e ke...